Elvira Gega, denoncuesja e skandalit të punësimeve në Sarandë, deklaron se ka qenë deputeti socialist Koço Kokdhima, ai që ka drejtuar te përfaqësuesja Groncane për t'i gjetur një vend pune. Pas transmetimit të video skandalit në News 24, zonja Gega ka dhënë detaje të takimeve me Agroncanen në një bisedë në studio me gazetarin Artur Çani. Unë pasi kisha bizetuar me zotin Koço Kokdhima për hallet që kisha për punë, më ka drejtuar tek personi që është nuk mund t'ja zë, po te zoti Cane, dhe i ka thënë që do merresh me këtë çështje, sepse është për ndihmë. Dhe më nuk e kam takuar deputetin, por kam takuar vetëm zotin Cane. 40 vjeçaria Gega ka hedhur poshtë dyshimet se video është e montuar, duke deklaruar se data regjistrimit të saj është 14 gushti, ndërsa në njoftimin për shtyp të zyrës së deputetit Kokdhima, theksohet se Cane është dorëhequr nga funksionet e tij më 15 korrik. Video për sa kam qëndruar në zyrë dhe kam marr pjesët më të rëndësishme të fjalëve që ai është prehur, domethënë ai direkt është e drejtë. Videoa është e drejtë. Është mëse normale, është mëse direkte me dëshirën e atij personi, nuk është i kërcënuar këtë të thosh diçka, apo unë nuk isha e kërcënuar këtë të shtyja të bëja diçka. Këtë mund ta theksoj që ta dëgjojnë të gjithë. Në çfarë date ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në datën 14 gusht, më falni. 14 gusht, po. Në pak ditë përpara, sepse kemi lexuar që në 15 korrik ky pas ka dhënë dorëheqjen. Absolutisht, këtë lajm e dëgjova dhe vetë më ka shqetësuar pak, sepse është një fakt që mund të hidhet baltë mbi një të vërtetë. Hidhet baltë mbi një të vërtetë. Elvira Gega shpjegon arsyet që e shtyn për ta regjistruar bisedën me Canen dhe për ta bërë atë më pas publike. E para që më poshtëroi për një fëmijë që kërkonte gjë më të shtrenjtë, që e tregoi hapur pedofilitetin e tij, dhe e dyta më bëri domethënë që t'i tregoi domethënë të marrin guximin dhe shumë nëna, shumë motra, shumë njerëz që janë në nevojë, në qoftë se kanë një rast të tillë ta bëjnë, ta marrin një guxim të tillë ta bëjnë, sepse nuk është keq. Pas denoncimit të këtij skandali, 40 vjeçare Elvira Gega ishte rikthyer besimit te policia. E kisha humbur komplet shpresën, por mbasi është kontaktuar dhe është informuar policia për këtë gjë dhe më ka ofruar gjithë ndihmën e duhur, gjithë mbështetjen e duhur, them se bën një punë të mirë. Ju tash ti ndjeni mirë? Po, nga policia, po. Ju ka kontaktuar njëri? Po, më ka kontaktuar, domethënë gjatë gjithë kohës që ditën që policia ka marrë vesh, më ka kontaktuar shpesh herë shefi i komisariatit të Sarandës, më ka pjetur dhe më ka dërguar çdo një orë policin të shtëpia, më ka telefonuar vetë ministri i brendshëm Saimir Tahiri, dhe më ka dhënë mbështetjen e plot të policisë të shtetit, dhe më ka falenderuar për këtë guxim që mora, dhe më ka thënë që jemi me ty. Policia është me ngjarjen që ke ti dhe je e mbështetur. Mos mendo se je vetëm, më thot. Ke gjithë mbështetjen e duhur dhe gjithë shtetin me vete, thot. Ndërkaq, familja Gega jeton aktualisht në varfëri të thellë. Elvira është e detyruar të rrisë vetë me 3 fëmijët e saj jetim, me vetëm 12.000 lekë në muaj asistencë.